Ranta Balliu është një voglushe vetëm 2 muajshe. Sigurisht nuk ka gojë të flasë, por me gjesta jo tregon se dëshiron të jetoj, pavarësisht problemit të rëndë shëndetësor me të cilin mjekët e kanë diagnostikuar që në barkun e nënës. Ajo ka shanse shumë të larta për të jetuar në rast se operacioni kryhet në Itali, në një spital atje. Kështu që ne, stafi News 24, në nismën tonë nga shqiptarët për shqiptarët, kemi vendosur t'i bëjmë thirrje shqiptarëve për të dhuruar aq sa ata munden. Nevojiten 26.000 euro në mënyrë që ky operacion të kryhet dhe voglushja të niset drejt Romës, Italisë. Deri më tani kemi arritur të sigurojmë fal zemrës së madhe të shqiptarëve gjysmën e kësaj shifre. Dua të falenderoj me gjithë zemër ata që na kanë ndihmuar deri tani, po mbi të gjitha Fondacionin Fëmijët Shqiptar të zonjës Liri Berisha, fondacioni i cili është gjithmonë në gatishmëri për të na ndihmuar sa herë ne bëjmë thirrje për ndihmë e sa herë kemi të tilla raste që vendosim t'i bëjmë publike. Përpara se t'ju prezantoj me të ftuarit të cilët ndodhen këtu e mua në studion e lajmeve, dua të lidhem menjëherë me zonjën Ermira Kola, e cila është mjeke në repartin e pediatrisë intensive në reanimacionin e pediatrisë intensive në QSUT, për të na rrëfyer se cila është gjendja shëndetësore aktuale e Rantës së vogël. Përshëndetje zonja Kola, faleminderit që jeni me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Okej, përshëndetje dhe urime për emisionin dhe për këtë gest kaq human që po bëni për këtë fëmijë dhe në përgjithësi për fëmijët e pediatrisë. Aktualisht ne po monitorojmë në mënyrë rigoroze gjithë kalorazhin, mikroelementët dhe gjithë elektrolitët që janë nevojshme për të siguruar asaj atë mundësi për të dhënë shansin për të kaluar në një klinikë të specializuar. Cila është gjendja shëndetësore aktuale? Cilat janë parametrat e saj? Atëherë, para se të kalojmë në parametrat, si monitorim rigoroz qëndron në atë që ne, jo nëpërmjet ushqyerjes nga goja, pasi ju e dini që aty është hequr pjesa më e madhe e zorës dhe nuk e sigurojmë dot vlerat ushqimore për të fëmijë, ne po monitorojmë hapastati me një protokoll të veçantë, duke dhënë ushqyerje nëpërmjet venës, pra quhet ushqyerje parenterale. Sigurisht kjo është e thjeshme dhe ne do mundohemi që t'i mbajmë të tërë parametrat jetësor të bebit në nivel të tillë që t'i japim kohë dhe mundësi që ky bebë të kalojë dhe të trajtohet në një klinikë të specializuar. Ky monitorim po bëhet shumë rigoroz. Po bëhet në një mënyrë të tillë që ne ta bëjmë gati për të transportuar këtë fëmijë. Parametrat janë shumë fragil, janë shumë të luhatshëm, janë duhen ndjekur me shumë kujdes që të krijojmë këtë mundësi. Jeni përpara një vështirësie, por nuk na mungon gjë në këtë mjekim, spitali na ka siguruar gjithçka. Ne do mundohemi që bashkë me ju, me këtë suport që po bëni, ne të bëjmë pjesën tonë. Megjithatë nga krahasimi që shihet përmes fotove, Ranta e fotografuar me njëherë pasi lindi, pra më 16 nëntor në maternitetin Mbretëresha Geraldine dhe Ranta, sot duket një ndryshim thelbësor në trupin e saj, duket sigurisht të ketë humbur peshë. Ndaj dhe pyetja që lind zonja Kola është kjo, në rast se ne arrim me shpresën e madhe, jam e bindur që shqiptarët do të na ndihmojnë, të sigurojmë parat që kërkohen për të bërë këtë operacion të rëndësishëm, transplantin pra në Itali, a do të mundet Ranta të përballoj udhëtimin drejt Italisë dhe në ç'kushte duhet të realizohet ai? Ne do mundohemi që t'i bëjmë të tëra gjërat që ajo të transportohet. Për faktin se për sa kohë bebi nuk kërkon oksigjen, ajo mund të transportohet. Për ne duhet sa më shpejt të mundur në këtë transport, sepse luhatën ato isolament dhe ato element që ta mund gjallë që mund të më rrezikojnë jetën. T'i japim kohë të shkojmë në këtë klinikë, që është një klinikë e specializuar, e cila fillimisht do bëj këtë ushqyerjen nëpërmjet venës parenterale, ekskluzivisht parenterale, dhe t'i jap kohë pastaj për ndërhyrjet e mëtejshme pikërisht në kjo klinikë e specializuar. Për sa kohë bebi nuk ka nevojë për oksigjen, ne mund të transportojmë. Edhe me një avion çfarëdo? A keni fjalën apo duhet një avion i specializuar?
Në rregull të bëhen me një avion sanitar të specializuar. E kuptoj. Por nëse nuk realizohet kjo dhe bebi nuk ka nevojë për oksigjen, mund të transportohet edhe me një avion tjetër. E qartë. Unë ju falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë që patëm. Ju falenderoj edhe juve që po bëni një përpjekje kaq të madhe për këtë fëmijë. Dhe uroj që na shkojnë mbar të gjithëve. Edhe unë uroj me gjithë zemër. Faleminderit dhe punë të mbarë, di që jeni në krye të detyrës edhe në momentet që flasim bashkë. Faleminderit zonja Kola. Pra ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Ermira Kola, e cila është profesoresh, është mjeke në repartin e terapisë intensive në pediatri, aty ku qëndron në momentet që flasim edhe në momentet që flasim Ranta e vogël. Nëse sigurojnë parat, si kundër e dëgjuat edhe mjeken, do duhet që ajo të transportohet, ndoshta edhe pa një avion të specializuar, përsa ajo merr frym vet, pra e thënë në gjuhën popullore, nuk nevojitet oksigjen. Megjithatë, do duhet stafi mjekësor që të bëjë përsaktimet e fundit. Po ju prezantoj me njerë panelin, është zoti Tauland Balliu dhe zonja Mbaresa Balliu, prindrit e Rantës së vogël. Faleminderit që jeni në studion tonë të lajmeve. Faleminderit juve për ftesën. Dhe përballë jush është kolegja ime Aurora Golemi, e cila është marrë gjatë gjithë këtyre ditëve me rastin dhe jam e bindur që tashmë Ranta e vogël ndodhet edhe në zemrën e Aurorës, e cila bën përpjekjet maksimale që pse të grumbullohen sa më shumë para në mënyrë që të mund të niset voglushja drejt Italisë. Përshëndetje Aurora, faleminderit që je këtu. Faleminderit Ola, absolutisht që është në zemrën e gjithë shqiptarëve, mendoj. Shpresojmë shumë që të vazhdojmë dhe të grumbullojmë gjithsasinë që duhet për transplantin në spitalin në Rom, në mënyrë që Ranta të jetë në duar të sigurta tashmë. Ne kemi arritur, siç e përmenda edhe më herët, të sigurojmë deri tani gjysmën e parave, por duhen, pra shifra totale është 26.000 euro. Si ndjeheni kur merrni këtë lajm? Ndoshta është pak, por nuk është asgjë. Pra është siguruar deri tani fal shqiptarëve, dhuruesve, gjysma e shumës. Keni besim se do t'ja dalim? Në ratë të parë falenderojmë të gjithë ata që kanë kontribuar, që kanë reaguar, dhe ndjehemi me shpresë që është arritur kjo shumë deri tani, dhe shpresojmë shumë që sa më shpejt të bëhet ajo që duhet edhe të Ranta të shkojë sa më shpejt në klinikën e duar. Aurora Golemi, gazetarja News 24, e cila ka qenë gati për ditë pranë jush, po më tregonte se Ranta juaj e vogël reagon me ju, përgjithsisht me nënën, duke shtrënguar fort gishtin tuaj. Dhe edhe unë e përmenda në nisje, ajo reagon me gjeste dhe tregon se dëshiron të jetoj. Mund të na rrëfeni të tjera detaje si kjo? Ajo ka një karakter të fort, madje mbrëm ishim unë bashkë me Taulandin kur po bënim vizitën tek Ranta, edhe e kishte kapur të dy gishtat, në njërën dorë mua dhe në njërën dorë Taulandin. Edhe kjo tregon që edhe pse është pesha e saj është ulur shumë, ajo ka forcë dhe tregon që do të jetoj. Ky është Ranta, është fëmia juaj i parë apo jo Tauland? I pari është, po. Edhe po lufton shumë. Shumë po lufton, shumë e fortë. Ky është një problem në shëndetin e saj, i cili është diagnostikuar që në barkun e nënës, me sa informacion kam unë edhe nga drejtori i maternitetit Mbretëresha Geraldin Zotinona, i cili është kujdesur në fakt gjatë këtyre ditëve dhe është interesuar për shëndetin e Rantës, ndonëse kjo e fundit tani nuk ndodhet më në këtë maternitet, por siç e tham në terapinë intensive në QSUT. Apo jo? Pra është diagnostikuar, konfirmoni dhe ju, që në barkun tuaj. Që në muajin e 6. Që në muajin e 6. Ju ndiqeshit ku? Në Tiranë, gjatë shtatëzanisë? Unë jam ndjekur në Kruj, edhe ajo që e ka zbuluar ka qenë doktoresha Rovena Tali, të cilë falenderoj që më është përgjigjur për çdo gjë, edhe tani madje interesohet për bebin tim. Dhe falenderoj shumë. Pra ju tha që ka këtë problematik bebi, apo jo? Pastaj kemi kaluar në Tiranë, sapo është zbuluar, edhe pas shumë ekove, deri në fund të shtatëzanisë, të cilat janë bërë eko shumë të shpeshta. A u hot ndonjëherë opsioni se mund të ndërhyej që në barkun e nënës për të, nuk kam informacion shumë në fakt në lidhje me problemin shëndetësor që Ranta ka, edhe në lidhje me ndërhyrjet që mund të bëhen ose jo nga barku i nënës, ndonëse di që të tjera probleme shëndetësore po operohet edhe kështu, po u hot ky si opsion? Atë ishin disa opsione, por për Rantën që të bëhej ndërhyrje brenda Rantës, jo.
Jo. Ja. Po çfarë ju thanë mjekët? Pra, ju thanë që Ranta do të lindë dhe pastaj do të shihet se si do të operohet me të, çfarë ju Do thanë? ta shikojmë se sa do rezistoj ky fëmijë brenda, sepse ne po prisnim që ajo të futej në muajin e 9, Po? në mënyrë që të kishte peshën e duhur për të lindur, por ajo nuk mundi, do të duroj deri në atë kohë dhe 34 java ka Që do të lindur. thotë, pra, ju Ranta ka lindur përmes ndërhyrjes cesariane, me sa informacion kam. Ka dashur vetë të lindë në atë datë që ka lindur, apo se zakonisht ka shkelmuar operacionet shumë. vendosen nga vetë nëna ose vetë prindrit. Saktohet data edhe. Jo, Ranta ka dhënë shenja se donte të dilte. Po. Sepse s'po rezistante dot nga që ishte fryrë. Dhe vinte momenti kur Ranta lindi, ju ishit në sallën e operacionit, ju keni biseduar me mjekët jashtë. Kam përshtypjen apo keni qenë dhe ju pjesë? Keni qenë brenda në sallë? Jo. Në momentin që Kisha Ranta në lindi? Çfarë ju thanë mjekët? Kur Ranta lindi? Atëherë, ma morën direkt, unë nuk e pash fare, ndoshta nga pamje që ka patur, edhe direkt Sa ishte pesha e saj në lindje? 2 kg e 550 gram, Dhe ju lindët në javën e 34. 34. Pastaj, kalon edhe e kanë marrë, e kanë sjellë këtu në pediatri, pas ekzaminimeve që i kanë bërë, pas 6 orësh, është futur në operacion. Pra ka bërë operacionin e parë. Operacionin e parë. Gjatë këtij operacioni është një pjesë e mirë të zorës. Zorës Se u hoq një pjesë e mirë e zorës. Ndjes, Aurora, çfarë thoshin mjekët? Pra zora ishte, dëgjova termin të përdore, e gangrenizuar? Absolutisht. Në fakt, gjatë shtatzanisë së mbaresës në muajin e 6 u identifikua ky problemi, por mjekët menduan se kishte ata e shpjegojnë në terma shkencor, por në fakt po e them Në gjuhën popullore që ta kuptojnë të gjithë, kishte zgjerim të zorës së hollë. Në fakt, kur ju nështrua kirurgjisë, ndërhyrjes, u pa që gati 70% e zorës ishte gangrenizuar, kështu që mjekët e kanë operuar direkt. Dhe është një çudi e madhe në fakt, siç kemi thënë dhe këto ditë që se si ky beb po jeton me 15 cm zorë të hollë, që në fakt është e pabesueshme ku i gjen forcat ky fëmijë, kjo foshje 2 muajshe që të jetoj. Kjo është. Po, dhe më pas mjekët? Kjo ishte, më pas e operuan, ja hoqën pjesën e zorës. Operacioni doli mirë? Po. Dua të di komunikimin që patët me mjekët. Çfarë ju thanë mjekët më pas? Pasi mbaroi ky operacion, ju thanë se operacioni shkoi mirë dhe tani çfarë do të ndodhte? Pra, Ranta do të jetonte apo mendoheshe se do të kishte të tjera probleme siç më pas u evidentuan? Po, operacioni shkoi mirë, por mjekët na thanë se kjo fëmijë nuk ka shpresë, nuk do jetoj. Kuptova dhe unë ato momente normal që u preka dhe i kërkova hipokrizën e gocës. Thash, më jep një hipokrizën që unë nuk do e di kaq, do vazhdoj se nuk kuptova dhe e shpërndava këtë nëpër Europë ku kisha mundësi me miq dhe fal Gertës. Fal Gertën Hagen, e shpërndam dhe në ktheni përgjigje në Rom, në Itali atje. Që e marrin përsipër me këtë gjendje që është. Kështu që Gerta Haga është drejtoresha e Fondacionit Spitalor i Gruas dhe Fëmijës në maternitetin Mbretëresha Geraldine, është personi apo jo Aurora që ka komunikuar? Ka një luftë shumë të madhe dhe ka mbështetur jashtëzakonisht shumë familjen. Në datën 16 dhjetor, në fakt, Ministria jonë e Shëndetësisë i ka dërguar një kërkesë zyrtare autoriteteve të spitalit që quhet Bambino Gesù në Vatikan, në Rom, por që varen nga Vatikani. Në fakt, vetëm 5 spitale të tillë në Europë janë të specializuar për të kryer një transplant të tillë që Ranta ka nevojë. Në përgjigjen që i kthejnë autoritetet, do të thotë që me sa duket shteti ynë ka ndërhyrë disi për ta bërë prezente rastin e Rantës, duke thënë në këtë kërkesë që në Shqipëri nuk gjendet një spital i tillë i specializuar për të kryer një ndërhyrje të tillë. Dhe në fakt nuk ka. Është shumë rast i rrallë ky, madje në spitalin Mbretëresha Geraldine asnjë fëmijë deri tani nuk ka lindur me një komplikacion të tillë. Pra, Gerta Haga ka komunikuar me spitalin, apo jo? Dhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë i ka dërguar një shkresë zyrtare autoriteteve të spitalit që e marrin përsipër, në fakt e merr përsipër një profesor italian, Pietro Bogolan quhet. Ai është i specializuar për të kryer një ndërhyrje të tillë që është shumë e komplikuar në fakt. Po, megjithatë bëhet fjalë për një transplant, apo jo? Dhe zakonisht kur kryhet një transplant ka një listë pritjeje.
Është ky lloj transplanti kësaj kategorie apo jo? Absolutisht, por rasti është urgjent, duke konsideruar që është vetëm një foshnjë 2 muajsh, është marrë menjëherë në konsiderat. Pra, spitali ka thënë le të vi se që tani ne operojmë, apo jo? Absolutisht. Madje spitali ofron edhe 3 muaj të tjerë pas operimit, trajtim madje ju ka ofruar edhe prindërve qëndrim falas atje, që do të thotë duhet të mblidhet patjetër shuma e mbetur e parave që vajza e rantat të transportohet menjëherë në Rom. Ju keni komunikuar me spitalin apo? Ka qenë Gerta personi? Ka qenë Gerta që ka Bolivien. Në fakt, fatkeqësisht ky spital e ka në politikën e tij të brendshme që duhet të plotësohet patjetër shuma në mënyrë që të kryhet operimi. Pra, me kaq para sa ne kemi arritur të grumbullojmë, ende nuk mund të niset dot drejt Italisë ranta dhe të nisë ndërhyrjen kirurgjikale dhe më pas pjesa e mbetur të paguhet pas përfundimit të operacionit në ndërkohë ajo mblidhej. Kjo është e pamundur, spitali nuk e ka. Nuk e ka në politikën e tij të brendshme këtë, sepse ishte edhe një opsion ky dhe kemi komunikuar me spitalin, por përgjigjja ishte negative. Madje spitali fatkeqësisht nuk siguron as transportin e vajzës, që do të thotë me sa kam komunikuar me autoritetet e QSUT-s, ata e sigurojnë transportin me inkubator deri në Rinas, por pas Rinasit atëherë është një histori krejt tjetër çfarë do ndodhi nëse vajza nuk e suporton dot marrin vetë oksigjenit. Kjo është shumë e vështirë. Në kushtet që jemi e suporton, me çfarë na tha mjekja Kola, pra nëse do të nisej po themi nesër, do të mund ta suportonte udhëtimin pa oksigjen. Siç e konfirmoi mjekja, po nëse jo, do të na duhet pastaj të sigurojmë edhe transportin i cili është jashtëzakonisht i kushtueshëm. Ashtu është jashtëzakonisht i kushtueshëm, madje mund të shkojnë nga 15.000 euro deri në 20.000 euro. Këto janë shifrat që na janë dhënë paraprakisht. Por gjithashtu kemi mbajtur korrespondenca me përfaqësues të Vatikanit nëse mund të bëjnë diçka të sigurojnë edhe pjesën e transportin, sepse është shumë i rëndësishëm. Paralelisht pra po ecim me mbledhjen e fondit për operacionin për ndërhyrjen, që jemi te gjysma dhe patjetër duhet, është urgjente, do të thonë çdo orë që kalon është një thirrje për apel për ndihmë. Është e vërtetë. Cili është apeli që do t'i bëni shqiptarëve? Live, po ju ndjekin live tani. Në të gjithë shqiptarët kudo që janë, po bëjmë thirrje sikur të kishin rantën fëmijën e tyre, për të kontribuar sa do pak, për ne pak nga pak të bëhet shumë, siç janë bërë edhe tani shumë, nuk mund të themi pak. Janë gjysma, është cinike, ta mendosh që jeta një njeriu kushton 26.000 euro, por është reale. Kushton 26.000 euro dhe jemi tek gjysma, kështu që apel dhe thirrje për të gjithë ata shqiptarë që kanë kontribuar dhe kanë treguar vetë shqiptarët që në këto raste bëhen bashk, gjithmonë kanë ndodhur. Dhe ndihmojnë jetë. Kam besim që do t'ja dalim ta sigurojmë vlerën që na duhet për operacionin. Taula, ndërkohë ju jeni takuar edhe me shumë njerëz të cilët ju kanë ndihmuar. Po, sigurisht shumë njerëz na kanë marrë në telefon, shumë telefonata kemi marrë dhe shpresojmë do Zoti vjen dorën në zemrën gjithë shqiptarët sensibilizohen dhe kundërbëjnë diçka për këtë vajzë, sepse është urgjente, më të vërtet ka një shpirt uftare, ka e duket. Duket e do të jetoj, 26.000 euro është operacioni, shpresoj shumë të mblidhen sa më shpejt. Presoj me gjithë zemër. Ndërkohë në ekran shohim vazhdimisht pamje të Reantës nga lindja deri sot. Ju e shihni qartësisht ndryshimin që ka pësuar voglushja në trupin e saj. Shikoni këtu është disa orë pas i ka lindur, më 16 nëntor në maternitetin Betresha Geraldin, dhe pamja tjetër, fotoja tjetër i përket ditëve të fundit. Ndërkohë që shikoni edhe Reantën në inkubator përmes pamjeve. Pra diferenca është e dukshme, ndaj edhe ndihma që mund t'jepni ju është vërtet urgjente, është vërtet urgjente, janë orë të numruara këto. Po mbahet, edhe pse i ka parametrat kritik, po mbahet nga mjekët me forcë gjallë në mënyrë që të mund t'ja dalim, të ndihmojmë të familje, të grumbullojmë parat që nevojiten dhe të mund të nisim Reantën e vogël drejt Italisë. Po shikoja ndërkohë përmes pamjeve një blok shënimesh, disa data të shkruara në atë blok, çfarë janë ato? Atëherë, në këtë blok jemi munduar të mbajmë shënim të gjitha gjërat që kemi kaluar me Reantën, ditët, kujtimet me të, edhe
Sasit e qumshtit që ajo ka Temperaturë, lexoj aty, ju shënonit te orët e temperaturën, sasinë e qumshtit që ajo ka pirë në çdo orar. Ne kemi shënuar të gjitha, edhe sa shumë është i kemi dhënë edhe temperaturën gjatë gjithë natës, se ne nuk është se kemi flet gjumë. Kupto? Është me vërtet torturë e madhe, sepse nuk kemi penduar. Nuk duhet t'i marrim temperaturën se shpesh herë ngrije, shpesh herë uli poshtë. Është shumë e vështirë. Ju keni ndihmë në kuptimin siç ndodh zakonisht kur vjen në jetë një fëmijë, prindrit e rinj kanë ndihmë nënën, babain, vjerrën, keni ndihmë apo jeni vetëm? Edhe bëni me radhë, ta vini me radhë, nuk e di të flej. Po me radhë kemi kthyer. Me radhë ne të dy. Po thuaj se nuk kemi flet fare, po sa jo nuk let flesh, kupto? Një shqetësim i vogël direkt ngrihesh, nuk. Kemi patur edhe mbështetjen e prindërve, por gjendja e rantës Do shumë për këtë, na donte vetëm ne kujdesi, që e dinim se si është. Në fakt, gjatë këtyre 4 ditëve që unë kam qenë pranë në familjes Balliu dhe pranë Rantës në spitalin pediatrik, kam parë që nuk shoqërohen nga familjarë, janë vetëm këta të dy. Por shikoj shumë njerëz që vinë, kam parë nëpër kronikat e televizionit, nëpër rrjetet sociale, jashtëzakonisht shumë rastin e Rantës dhe vinë dhe japin mbështetjen e tyre. Dhe sa njerëz kam parë pranë jush këto ditë, në fakt që ju jeni vetëm të dy. Në fakt mbaresa e Oma Rantës ka mbaruar për infermieri, ka studiuar infermieri, por nuk ka punuar ndonjëherë. Shikoj që në ato blog mban orët dhe minutat e këtyre 2 muajve të fundit, orët dhe minutat me gjendje shëndetësore të vajzës, që është shumë impresionuese në fakt. Është infermierja e vajzës së saj. Përveç se Oma. Kemi shkruar gjithçka, orët, temperaturën, qumshtin, ilaçet që i kemi dhënë, mundohemi me kujdes diçka, po ne nuk bëjmë dot asgjë, po mjekët e kanë dorë këtë punë. Po profesioni juaj cili është Aula? Pa punë. Jeni pa punë. Ndodh që prindrit po bëhen jo vetëm infermier të fëmijëve të tyre, por edhe ndonjëherë mjek të fëmijëve të tyre. Kështu që ju duke qëndruar mbi kokën e voglushës orar pa orar, kuptoni se si avancon shëndeti i saj, nëse përkeqësohet ose nëse ri në gjendje konstante. Çfarë keni rritur të kuptoni në këto orët e fundit? Është shumë e drejtë, e vere direkt, nëse ajo ka shqetësim edhe nuk është mirë, nuk është normal siç është, domethënë. Siç ka qenë të tjerë. Po ajo përkeqësohet dhe ne mundohemi bëjmë diçka, po nuk bëjmë dot gjë. Kupto? Ajo ka shumë nevojë për mbështetje në momentin që ne shkojmë atje, ajo fillon dhe buzëqesh. Ka të ndjesin, ka shumë ndjesin. Reagon pra kur ju shkoni pranë. Reagon, edhe më duket se ajo ka një mendje shumë të mençur që kupton shumë. Ka qarë më herët Ranta? Keni dëgjuar zërin e saj të qaj? Po. Qanë shumë. Ka qash. Qanë edhe aktualisht? Po. Pra nuk ri në gjendje përgjumjeje? Jo, është aktive, jo. Duke qenë se edhe është dobët edhe në venat e saj me zëra në gjetur ato bikonat. Edhe qanë shumë. Do të bëjmë thirrje sërish për ndihmë, nderuar shikues, dëgjoni rrëfimin e prindërve, 2 prindër të rinj, të cilët kanë gëzuar fëmijën e tyre të parë, Rantën e vogël, që e shikoni vazhdimisht në këto pamje, por nuk arrin dot ta mbajnë atë në krah, të luajnë me të, ta trajtojnë si fëmijë normal, siç bëjnë prindrit e rinj kur vjen në jetë fëmia e tyre, për shkak të këtij problemi shëndetësor të rëndë që Ranta e vogël ka. Në mënyrë që ajo të mbijetojë dhe t'ja dalë, duhet patjetër të kryhet një ndërhyrje kirurgjikale në spitalin e Romës, aty ku është një profesor i nderuar i cili pret ta shqyrtoj rastin dhe me njerë të ndërhy në të me bindjen, dhe kjo është fjala e një profesori të nderuar italian, se ajo pas këtij operacioni jeton dhe rritet normal si të gjithë fëmijët e tjerë të shëndetshëm. Ndaj të gjithë ju që na ndiqni edhe përmes Balkan Web, jemi live edhe aty në këto momente, të gjithë ju që na ndiqni, ju lutem, vini dorën në zemër dhe kontribuoni me aq sa mundeni ju për t'i dhënë shpresë këtij fëmie që dëshiron me çdo mënyrë të jetojë, pavarësisht se ndodhet në atë inkubator që e pat, pavarësisht se ndodhet nën kujdesin e mjekëve, në terapinë intensive
në spitalin e pediatrisë në QSUT. Sa herë që prindrit afrohen pranë vogëlushes, kjo e fundit reagon duke shtrënguar fort duart e tyre përmes gishtave të vegjël që ajo ka, që në pamje të parë do të dukeshin të pafuqishëm, por që në fakt ka një fuqi të pa imagjinueshme. Kështu që ju lutem edhe një herë me dorën në zemër, ndihmoni aq sa mundeni për Rantën e vogël. Në fakt e kam thënë më përpara që ju ftojeni të jeni pjesë e mrekullisë së saj, se deri tani ajo është një fëmijë mrekulli, absolutisht është. Kështu që bëuni pjesë e mrekullisë së Rantës sepse ka vërtet shumë nevojë. Thirrje i shkon gjithë shqiptarëve, i shkon sipërmarrjes shqiptare, mund të bëj diçka. I shkon dhe ligjbërësve tanë në fakt. Që kemi parë kaq shumë raste që shteti pas ka para për të kuruar politikan jashtë shtetit falas me kontributin e shtetit, por nuk pas ka kaq para për të shpëtuar vajzën e vogël. Kjo është paksa absurde, Ola. Dhe rastet nuk kanë munguar, ne i kemi parë. Edhe po, kam përshtypjen që shqiptarët ose jo vetëm janë disi mosbesues, nëse rasti ja del vërtet ose jo, por nga bisedat që ne kemi patur me mjekët, e dëgjuat edhe vetë mjeke në nisje të këtij komunikimi që kemi së bashku e që i kushtohet Rantës së vogël, ka shpresa jashtëzakonisht të mëdha që të mund t'ja dalë në rast se kryhet ky operacion. Pra, mjafton vetëm të sigurohen parat dhe vajza të dërgohet drejt Italisë. Aty ku siç e përmenda e pret një profesor i nderuar, i cili kur është komunikuar me të rreth gati 4-5 ditë më parë apo një javë më parë me mjekun, e kam fjalën në Itali. Rreth një muaj më parë në fakt. Atëherë shikoni, një muaj më parë ka thënë që nëse e sillni tani vajzën, jam gati ta operoj. Është një operacion i bëshëm. Kështu që këtë duhet kuptoni. Rasti ka vërtet shumë shpresa. Ndaj vjeni dorën në zemër edhe ndihmoni këta dy prindër të rinj që ta gëzojnë ashtu si gjithë ne fëmijën e tyre të parë. Apelin e fundit do t'ju lë juve, jemi në minutat e fundit. Do i lutsha gjithë shqiptarëve të kudo anë mban në botës. Kurdo që e ka parë këtë lajm, kurdo që ka parë për këtë vajzë të vogël, ajo ka nevojë të çohet në spital. Do lutsha me gjithë zemrën, sa do pak mundësinë të kenë për ato, do ishte shumë për ne. Do lutsha shumë për këtë fëmijë të vogël. Edhe unë në radhë parë dua të falenderoj Zotin që na e ka lënë midis nesh, që ka bërë mrekulli me të. Falenderoj të gjithë njerëzit dhe ju lutem shumë të vazhdoni kështu siç keni vazhduar deri tani. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Faleminderit Aurora Golemi që ishe në studio, do t'jesh sërish pranë këtyre prindërve të rinj edhe në ditët në vazhdim derisa të arrijmë t'ja dalim me këtë nisëm të radhës të News 24. Ju falenderoj shumë që ishit në shoqërinë tonë. Edhe njerë me zemër ju falenderoj për të gjitha kontributet që keni dhënë deri tani, madje dështoja se edhe shqiptarët e Amerikës kanë kontribuar për rastin e Rantës dhe jo vetëm shqiptar, por edhe shok të tyre amerikan kanë arritur të derdhin aq sa munden në llogaritë bankare që janë vënë në dispozicion për të ndihmuar këtë familje. Ju falemnderit dhe uroj që ta vazhdoni edhe më gjatë këtë iniciativë, edhe këtë dëshirë për të dhuruar dhe këtë gest për të dhuruar në mënyrë që në fund t'ja dalim të gjithë dhe Ranta të jetoj. Është një mundësi reale, e kemi ne në duar, mund t'ja dalim, kështu që vazhdoni kështu. Faleminderit që na ndoqët.